Dasma kthehet në mort. Dhëndri rrëzohet pasi pëson arrest kardiak, ndërsa vallëzonte me nusen. Një dasmë në Egjipt u kthye në mort kur dhëndri u rrëzua dhe vdiq ndërsa vallëzonte me nusen. Të ftuarit në dasmë madje kanë regjistruar në video panikun që u shkaktua kur Ashraf Abu Hakam, siç quhej dhëndri, u rrëzua ndërsa kërcente me nusen, ndodhur kjo në provincën Asaan të enjten e kaluar. Në video, Hakan shihet duke mbajtur dorën e bashkëshortes së tij të re, ndërsa kërcejnë së bashku para miqve dhe të afërmëve, duke tundur shkopim me një valle tradicionale egjiptiane pak momente para se të rrëzohej. Incidenti tragjik u prap shpejt në mediat sociale egjiptiane, me qindra njerëz që shprehen tronditjen e tyre dhe ofruan ngushëllimet e tyre. Ai ishte plot jetë, i buzëqeshur, entuziast për të ardhmen e tij, shkroi një mik. Zoti e mëshiroft dhe i dhënd një vend në pafundësinë e xheneteve të tij, shkroi një tjetër. Të tjerë kujtuan se vetëm një ditë më parë kishin festuar fejesën e tij, duke mos e imagjinuar kurse e festimet do të shndroheshin në zi brenda pak orësh. Shqetësohem për nusen. Allahu i dhën durim, shkroi një tjetër.